Një raport i ri publikuar nga AP Machine Learning që analizon aktivitetin teknik dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në rreth 200 vende të botës, sjell një pasqyrë të qartë mbi mënyrën se si popujt po adoptojnë teknologjinë më të avancuar të kohës. Ndryshe nga strategjitë shtetërore apo planet korporative, ky indeks fokusohet te përdorimi real i inteligjencës artificiale nga zhvilluesit, studentët dhe profesionistët që ndërveprojnë çdo ditë me përmbajtje teknike, duke zbuluar kështu historinë e vërtetë të angazhimit global. Sipas të dhënave, Shqipëria renditet në vendin e 94 me 0.21 pikë, një tregues i angazhimit të moderuar, por gjithsesi një komuniteti që po rritet në përdorimin e mjeteve dhe aplikacioneve moderne të inteligjencës artificiale. Krahasuar me vendet e rajonit, situata paraqitet e diferencuar. Serbia qëndron dukshëm më lart në vendin e 56, duke u bërë vendi me adaptimin më të lartë të AI në rajon. Pastaj renditen Bosnia-Hercegovina në vendin e 89, Maqedonia e Veriut në vendin e 92, ndërsa Mali Zi shfaqet si vendi me aktivitetin më të ulët të AI në rajon. Nëpër masa globale, Shtetet e Bashkuara kryesojnë me diferencë të madhe, duke reflektuar jo vetëm popullsinë e tyre të madhe dhe orientimin drejt teknologjisë, por edhe ekosistemin shumë të avancuar të zhvilluesve dhe shkencëtarëve të dhënave, që kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme të përmirësojnë aftësitë e tyre. Nga ana tjetër, raporti vë në dukje se disa vende shfaqin aktivitet minimal në përdorimin e inteligjencës artificiale. Ndërto përfshihen Kongo, Çadi, Karajibet Hollandeze, Kepi Gjelbër, Aruba e të tjerë, ku qasja e kufizuar në infrastrukturë dhe mungesa komuniteteve të specializuara konsiderohen faktorët kryesor të këtij niveli të ulët interesi. Megjithatë, dallimet mes vendeve mbeten të mëdha. Raporti sugjeron se angazhimi global me inteligjencën artificiale po rritet me ritme të qëndrueshme. Për Shqipërinë dhe rajonin, investimin në edukimin teknologjik, rritja e kapaciteteve profesionale dhe forcimi i infrastrukturës digjitale mbeten element thelbësor për të kapur hapin e transformimit botëror që po sjell inteligjenca artificiale.